Përshëndetje të ndërruar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do të ndjekim titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme. Pra patëm një takim të partive politike me presidenten e vendit, se çka u flit në këtë takim edhe të rejat nga kuvendi, meqense patëm edhe dështimin e 16 kësaj here për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Po për këto edhe më shumë informacione do t'ju lënë të ndjekni bllokun e lajmeve për të kthyer në studio me intervistat e radhës. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohet edhe pas një muaji. Legjislatura e 9 nuk u konstitua as në përpjekjen e 16. Lëvizja vetëvendosje sërish tentoi të formojë komisionin për votim të fshehtë të kryeparlamentarit, por nuk u përkrah nga partitë tjera politike. Seanca u ndërprej dhe vazhdimi i saj do të mbahet më 17 maj në orën 10:30. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dahari sërish ftoi partitë politike për të propozuar emrat e kandidatëve për komisionin ad hoc për votim të fshehtë, por kësaj thirrje nuk ju përgjigjen pozitivisht partitë e tjera. Pro votimit të komisionit për votim të fshehtë të kryekuvendarit votuan 55 deputet dhe një vot kundër dhe asnjë abstenim. Sot janë bërë një muaj prej kur ka nisur seanca për konstituimin e kuvendit, ndërkohë që lëvizja vetëvendosje nuk po arrin të sigurojë 61 votat e nevojshme për të zgjedhur Albulena Haxhiun kryeparlamentare. Presidentja Vjosa Osmani ka ftuar në takim konsultues të gjitha partitë politike nga ora 13. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, deklaroi se kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryeparlamentare Albulena Haxhiu nuk do t'i marrë asnjëherë 61 vota. Ai edhe një herë i bëri thirrje lëvizjes vetëvendosjes që të ndërrojë propozim për kryeparlamentar. Pas dështimit të 16 për konstituim të kuvendit, ai tha se mirëpresin ftesën e presidentes Vjosa Osmani për takim me partitë politike. Krasniqi quajti serial të turpshëm të pengmarrjes institucionale, bllokim që sipas tij lëvizja vetëvendosje po ja bën konstituimit të kuvendit. Një seriali do ta quaja turpshëm të pengmarrjes institucionale, të cilën po realizon lëvizja vetëvendosje me bllokimin që po ja bën jo vetëm konstituimit të kuvendit të Republikës Kosovës, por edhe krijimit të institucioneve sipas verdiktit të qytetarëve në zgjedhjet e 9 shkurtit. Fiks një muaj më parë, ne jemi mbledhur këtu për herën e parë, të gatshëm për ta konstituuar kuvendin e Kosovës dhe jemi një muaj më vonë, e shumë muaj pas zgjedhjeve dhe jemi në blokadën të cilën partia që ka dalë para po vazhdon ta mbajë. Vërtet kjo është e tepër tashmë. Unë edhe një herë i bëj thirrje lëvizjes vetëvendosje dhe kryetarit saj, deputetit Kurti, që ta ndroj kandidatën e cila herë i merr 55, herë i merr 56, e herë 53, 57 vota, sepse nuk i ka marrë, nuk i merr as nuk do t'i marrë 61. Ai foli dhe për takimin e sotëm me presidenten Vjosa Osmani, ku tha se aty do të jap kontribut për të dalë nga kjo situatë. Është i mirëpritur nga ana jonë, sepse siç e dini e kemi propozuar qysh javën e kaluar në emër të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Unë aty do të shkoj edhe me vullnetin, edhe me shpresën për të dhënë kontribut për dalë prej kësaj situate, por normalisht do të marret edhe nga pjesëmarrja e kryetarëve të tjerë dhe nga qëndrimet që do t'i shfaqim aty. Në këtë takim Krasniqi tha se po shkojnë me vullnet që vendit i duhen institucionet. Kryetari AK-s Ramush Haradinaj ka mbrojtur qëndrimin e tij për krijimin e një qeverie nga partitë që deri më tash ishin në opozitë. Megjithatë, thekson se mund të shqyrtojnë dhe një qeveri tranzicionale të propozuar në këtë rast nga LDK-ja. Ish-kryeministri Haradinaj ka folur dhe për takimin konsultativ të thirrur nga presidentja Vjosa Osmani. Takimi është me presidenten në këtë rast. Unë nuk e vendosit kush mund të qenë tavolinë parë, nuk kam ndonjë vërejtje. Këndo që i kaftu presidentja, kuptohet, qëndrimet e deni, përshënimin tim e deni nuk ndryshon. Sa i përket takimit të thirrur nga presidentja Osmani, ku mund të jetë i pranishëm dhe kryetari i LVV-s Albin Kurti, Haradinaj tha se nuk ka ndonjë vërejtje pasi që sipas tij takimi është me presidenten. Presidentja Vjosa Osmani ka ftuar në takim konsultues të gjitha partitë politike.
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmeta Bajrami, tha se është lajm i mirë që partitë politike do të ulen sot së bashku me presidenten Vjosa Osmani. Ajo theksoi se kryetari Lumir Abdigjiku do të argumentoj propozimin e tyre, siç tha ajo, si zgjedhja më e mirë për këtë situatë. Pas dështimit të përpjekjes së 16 për konstituimin të kuvendit, Bajrami tha se asnjëherë nuk kanë bërë trysni që deputetët e LDK-s të votojnë në formë të caktuar. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se takimi i sotëm me presidentin Vjosa Osmani ka qenë propozim i tyre. Është lajm i mirë që partitë politike po ulën të gjitha së bashku, të ftuara nga presidentja Osmani, edhe pse iniciativa për me ul bashk dhe me bisedu rreth daljes nga kjo krizë politike ku vendin e ka futur lëvizja vetëvendosje ka qenë propozimi yni, ndërkohë që po e presim takimin për të pasë çfarë do të rezulton. Po, është e vërtet Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari aty do të shkojë dhe edhe një herë dhe do shpalos idenë. Në konferencë për media, Bajrami tha se qeveria gjithëpërfshirëse do të bazohej në bazë të rezultatit zgjedhor. Nëse partitë politike mandej janë në përkrahje, besoj që takimet në vazhdim, nëse përkrahin idenë, janë për detaje tjera, për afatin, për listën e prioriteteve dhe absolutisht nuk bëhet fjalë për ndarjet e pozitave, sepse konsideroj që kjo në fundit edhe do të ishte shumë e lehtë, sepse një qeveri gjithë përfshirëse, ndoshta ndarja e funksioneve dhe përgjegjësive do të mund të bëhej komplet në bazë të përqindjes së rezultatit të votave. Nuk kemi vendosur kushte, nuk kemi kërkuar dikastere, as nuk e kemi diskutuar brenda për detajet e tilla. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmeta Bajrami, është pyetur dhe lidhur me deklarimin e bashkëpartiakës serbe Kabashi Mushaj, e cila tha se është dhe pa kuptim dhe e padrejtë që përgjegjësia për zhbllokimin institucional të lihet vetëm një partie. U kthyem në studio për të folur në lidhje me ngjarjet që kanë të bëjë ditën e sotme ku presidentja e vendit ka thirrur në takim liderët e partive politike, po ashtu kemi edhe dështimin e 16 të seancës konstituive të kuvendit të Kosovës. Me mua në studio nga Forumi Intelektual është Artan Nimani. Zotrin Nimani, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Info-DS. Faleminderit për mundësinë që t'jem me ju bashkë. Ndërun patëm edhe të 16 herë dështim të konstituimit të kuvendit të Kosovës, po ashtu ndërkohë që sot edhe presidentja i ftoi të gjithë liderët e partive politike në një takim të përbashkët. Po shikon, ne jena hyrë një cikël të pazgjidhshëm, të vetë krijuar dhe ndodhem në një krizë të përfaqësimit në kuvendin e Kosovës. Unë nuk kisha thënë se kemi krizë institucionale, po kena krizë përfaqësimit ose përfaqësues në krizë, për shkak se vërtet është e turpshme, e nevoshme, më thëmë e gërditshme çësia e strukturës për krijimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, për shkak se 16 herë radhazi, unë nuk e di për vetëm se kanë qëllim që të hyjmë libret Gjenisit për dështime, për ndryshe nuk ka asnjë arsye pse duhet më ndodhi gjë e tillë, as më pak kur partia fituese e zgjedhjeve këmbgul në diçka që është e paarritshme, po shifet qartë se provon një herë, 2 herë, 3 herë, po shifet qartë se nuk i ka numrat dhe të ka vendosur si një paraloj për shkak të veprimit kryesor që është zgjedhja e qeverisë. Unë mendoj që nuk është problemi të kryetarit të parlamentit, në këtë rast të Sonja Hazeu, problemi është të zoti Kurti. Sepse zoti Kurti nuk i ka numrat për formimin e qeverisë dhe si e tillë do të krijojë problem para problemit, do të krijojë krizë para krizës. Ju e dini shumë mirë që është mjeshtër i menaxhimit dhe jetesës dhe mbijetesës në kriza. Çësia e tij është e tillë nga themelimi i strukturës së tij politike deri më sot, gjithmonë përmes të llovina, përmes kriza, përmes veprimeve të tilla ka pas sukses në rritjen e elektoratit vet, edhe këto po tenton që përmes këtyre reformave ta stërkes sistemin tonë, saqë edhe popullit hek dorë madje edhe për interesimit për këtë avanturë politike dhe të shmanget nga problemet reale që janë me ekonominë dhe me zhvillimin e vendit. Të gjithë këta hapa duket se për ju kameran vetëm zgjedhjet që ata po i përmenin jashtëzakonisht shumë, sidomos këto kohë të fundit, pa është zgjedhje që të shkojmë në zgjedhje. Shiko,
zgjedhjet janë demokratike. Kur do që ndodhin, është e mirë se ornë, por cili është derivati që del nga këto zgjedhje. Sepse ne dimi mirë shumë se është koha shumë e shkurt, kemi 3 muaj kohë dhe për 3 muaj nuk mund të ketë lëvizje të elektoratit në ato për masa sa që mund të ndroj konstelacionin e forcave në teren, në rastin konkret në numrit deputetëve. Në bazë të analizave të fundit të bera, disa publike, disa jo publike, shifet që ka një rënje të besimit ndaj lëvizjes vetëvendosjes dhe zotit Kurti, por që prapë nuk është e mjaftueshme që të ndroj rezultatin e numrave. Partia cila më shumë të mund të pësoj në rast të mbajtjes së zgjedhjeve është vetë lëvizja vetëvendosje. Por megjithatë nuk është rënja e mjaftueshme në ato përmasa sa që me ndërprer ngërçin politik. Edhe nesër, nëse mbahen zgjedhjet dhe prapë del partia e parë vetëvendosja, ndodhë se me ju këta numra, me numra më të vegjël. Megjithatë prapë mund të jetë i njëjti skenar dhe i njëjti ngërç politik. Atëherë, pse të mos i vendosim interesat nacionale përpara interesave të ngushta, po them edhe një herë të ngushta politike të një grupacione të caktuar që nuk e di në shërbim të kujt dhe interes të kujt janë. Neve përmendëm goxha shumë deklaratat që janë bërë, sidomos kohët të fundit janë bërë edhe klishe. Ndoshta edhe mi pa gjithmonë të njëjtat fjalë po thuhen, si po dalin nga Kuvendi i Kosovës të gjitha akuzat ka njëri tjetër. Po pse e kanë vendosur pikërisht Albulena Haxhiun si përfaqësuese nga vetëvendosja, duke ditur se nuk po e votojmë Albulenin, ndërka çka gatishmëri për të votuar një person tjetër në vend të Albulena Haxhiut. Apo është kjo politik veç pse si kanë votat apo jo, unë mendoj që duhet kohë? Emri Albulena Haxhiut është vendosur si emër me qëllim të prolongimit të procesit, sepse padeshme paraqyku figurën e saj, sepse është gruaja më votuar në zgjedhjet e fundit. Por megjithatë, ajo ka një përvojë jo të mirë me partitë politike opozitare, si në parlament, si në qeveri. Dhe të pas parasysh qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës që kanë deklaruar botërisht që nuk do të votojmë asnjë nga ish-ministrat. Atëherë unë mendoj se zoti Kurti me qëllim të shtyrjes së këtij procesi ka vendosur emrin Albulena Haxhiut me qëllim që të ketë këtë ngjarje që ka. Ne kemi pas një ofertë shumë gjeneroze të zotit Haradinaj, që ishte më zgabofsha në seancën e parë apo dytën, se tash më bën 16 seancë kur jep opsionin për 2 emra të tjerë. Madje në një deklarim tjetër kishte edhe të partive tjera që jemi të gatshëm të shërtojmë propozime tjera që mund të vinë nga lëvizja vetëvendosje, sepse ne e dim mirë filli se i takon kësaj si subjekti fituesi i zgjedhjeve, por që këmbgulja e vetëvendosjes që shkot me emrin e përveçshëm të Albulena Haxhiut është me tendencë të bllokimit. Kam thonë në një studio televizive, por i përsëris, kryetari klasës nuk mund të shmozojë nëse nuk i merr 2 herë votat, se lemo kryetari i parlamentit. Por megjithatë këta kanë përcaktuar këtë formë që me qëllim të derisa të arrijnë të ndryshoj gjendja e numrave. Kjo është problem matematikur. Nuk i ka numrat. Për mi pas numrat gjarët e një deputetve, duhet të bëj marrëveshje politike me përfaqësuesit të partive tjera politike. Shumë e qartë. Mirë, po a din këta të bëjnë në marrëveshje? Me qenë se u therën në parti, PDK-ja, LDK-ja, mirë, po mënyra se si u qasën ata ka qenë e duhura, nuk po din vetëvendosje si t'ju qasët këtyne, apo këta kanë hatër mbetje me kohën e fushatës të cilën quajti në mënyra jashtëzakonisht ndryshme ata, dhe jo të mira. Nga momenti që zoti Kurti nuk i murë 500K të kërkuara, unë mendoj që natën e parë zgjedhjeve ka pasur idenë që shpeshkon zgjedhje prapë. Dhe fyrja që i është bërë partive opozitore dhe liderëve të partive opozitore ka qenë që mos hajde me neve. E para, e dyta, i ka pasur në mbështetje blanko, nëse mund të themi kështu në gjuhën komunitetit. Dhe çka boni, veprimet e para që i muri takoj, i akuzoi madje thirrje Këshillin e Sigurisë Kombëtare në mënyrë të palegjshme, thirrje Këshillin e Sigurisë për me na tregu neve si popull që partitë e minoriteteve jo serbe janë ndikuar nga Serbia dhe nga Radojqiqi. Pra ishte tendenca e dytë për mi largu.
Dhe qëllimi i zotit Kurti nuk është me kriju institucionet e Kosovës. Qëllimi i zotit Kurti është që ta përfundoj një agendë që është ingarkuar me to, që ta dëmtoj sa ma shumë interesin e vendit. E për kujna mund të më kanë kësha? Unë nuk e di për kuj mundet me konë agenda atinën, por në e shifet qartë se politika me të cilën zhvillon zoti Kurti është në një agendë që nuk është në interes të vendit tonë. Shifet qartazi, pse e thëmë këto, për 4 vite më radhë ne kemi një qeverisje të keqe, një stërkeqe të sistemit, ne jemi shëndruar në një shtet të udëve, të ushtrusë detyrave. Kush punon në institucionet publike ishe qartë, pothuajse të gjitha institucionet publike, nga pozitat e kryesuesve të divizioneve, deri të sekretarët e përgjithshëm permanent, përgjithshëm të ministrive tona, janë me ushtrusë detyre, në të gjitha nivelet e qeverisjes. Po ashtu, edhe vetë qeverin e kemi ushtrusë detyre, edhe parlamentin e kemi të tentu me ushtrusë detyre, kështu që ne jemi shëndru në një shtet të ushtrusët të detyres, që është një e kese për vendin, për shkak se ne do duhej sot të ishim të pranishëm në Shqipëri, qoftë në marginat e takimit, edhe jo të merrem me këto budallakinat politike të prodhuara në mënyrë artificiale nga kuzhinat antishqiptare. Te përmendë Shqipërinë atje ku përmbahet samiti liderëve botënor, pra një përfaqësim goxha i madh atje, ndërka që neve si shtet amë që jemi me Shqipërinë, nuk jemi atje, do më thonë që asë çështjen më të thjeshtë, do të kishim pasur shumë të lehtë që të shkojmë në Shqipëri, ne nuk po mujmë të kapërcejmë. Shka, unë e thash me qëllim, pse? Sepse krijimi i kishimi raporteve me shtetet mike, me shtetet që në kanë sponsorizu, që kanë bështet, por edhe që e kanë ndihmu drejt për drejt në lirinë e këtij vendi, në themelimin e institucioneve dhe shpallën e parasisë Kosovës, ne nuk kemi komunikim me to. Ose kemi komunikim të stërkequr dhe ai komunikim prodhon pasoja të dëmshme për vendin. Ne kemi raporte të thëmë me përgjithësi të plot, jo të mira, po të dëmtuara dukshëm me Republikën e Shqipërisë, kemi prishje të raporteve me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, kemi prishje të raporteve me shqiptarët e Molit të Zi dhe kemi një katrahur të përfaqësimit me shqiptarët e Luginës Preshevës. Kjo si pasojë e ndërhyrjes direkte të zotit Kurti në këto 3 vende dhe si e tillë na krijoj gjendjen sa që as mos muftuna për eventet cilat mohen në Shqipëri. Ne Shqipërinë e kena pas dritë gjithmonë që nga themelimi edhe kur kemi qenë në Jugosllavi, shpresa jonë ka qenë Shqipëria dhe ajo ka qenë drita me cilën kena pa. Por ty pas parasysh se Shqipërinë kemi NATO dhe ne jemi të kaq jashtë sistemit, kjo është vërtet e nevoshme. Por ajo është më keqë, nëse mund të them, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin diplomatik, ne kemi zero përfaqësim ndërkombëtar. Dhe shtetet e mëdha, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as që shifet që po merren, ne u gëzuam si qytetarë të Kosovës, kur vendet e Kuintit shku në takim me zotin Kurti që të gjindjet një rrugë për krijimin e institucioneve, edhe aty në takim kishte deklarata të ndryshme. Madje kishte për herë të parë kemi pas 6 prononcime të shteteve të Kuintit, sepse zoti Kurti tha që kemi biseduar për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, ndërsa të gjitha vendet tjera thanë jo, kemi biseduar për krijimin e institucioneve. Për si paradoks është ne e mirë pretem jashtëzakonisht mirë edhe veç pse ka shku Kurti në takim të presidenti i vendit. Pra imagjino diku ka orë situata sa që mos me pas as si popull besim të njerëzit me cilët kanë mbështetje masive popullore. Ne mund të themi si të dojmë, por zoti Kurti ka mbështetjen e 42% të elektoratit në Republikën e Kosovës. Që është numër goxha i madh për Kosovën. Është fitues i zgjedhjeve. Po sa është i dëmshëm kur neve kemi kaq shumë numra për shembull nga lëvizjave të vendosja e nuk kemi më pak numra që të ketë një barazpesh politike në mënyrë që mos të merren vendimet vetëm nga një parti, qoftë edhe nëse në pushtet, se kemi përvojën e kaluar. Populli ja dha para 4 vite ja dha besimin e plot zotit Kurti me mbi 50%. Në këto zgjedhje tha, jo nuk dini me qeverisë vetëm, jo duhet edhe një partner tjetër. Dhe nuk e lartësojmë në numrin e votat të nevojshme. Dhe ala kufinin që pa tjetër duhet të kesh edhe një partner tjetër që të krijosh institucionet. Por zoti Kurti nuk është interesuar që të krijojë institucionet. Ndoshta për shkak të dëmtimeve të mëdha që ka bërë procesit politik
me faktorin ndërkombëtar, me marrëveshjen e Orit dhe të Brukselit. Ndoshta për shkak të problemeve tjera që ka me problematikën e brendshme, nuk i di arsyet pse, por shifet qartë se zoti Kurti jo 40, po 80% të popullit i dhon votat, ky nuk është interesuar me qeverisë, se nuk mund të thuhet nuk din, sepse ka rreth 70 këshilltarë që do t'i paguajnë me taksat e mia dhe tuat. Ata kanë për detyrë me mësuar. Nuk mund të thonë që sot nuk din me një IQ mundet me pas informacione e nevojshme. Kështu që ky nuk don me qeverisë. Po pse nuk don kur është thirr kaq shumë, biri përmende Maqedoninë e Veriut, njerëzit në Preshev, Bojanovs, të cilët e ka pasur përkraje edhe prej tyre në zgjedhjet e kaluara, ndërkaq ti e the edhe vetë se ata janë inatos nga zotri Kurti për shkak të çastjes që ai e ka pasur ndaj tyre. Pse po ndodh kjo gjë? U thirr në Shqipinë e Madhe, erdhi me flamur kombëtar, madje edhe sa dokumentin e Kosovës figurante flamuri kombëtar atje. Çka ndodhi me zotri Kurti? Nuk po i pëlqen Edi Rama ose udhëheqësit e tjerë në këto vende apo çka është? Nëse e keni lexuar dhe keni pa Mein Kampf të Adolf Hitlerit, është një arrogtim politik i zotit Kurti. Kjo është veti e populistëve që duhet thirrem në kauza të mëdha, në fakt nuk bojnë asgjë. Po them që punojnë kundër kauzave të mëdha, por nuk bojnë asgjë. Në raport me shqiptarët, integrimin e shqiptarëve, zoti Kurti ka punuar kundër interesave kombëtare. Sepse në Maqedoninë e Veriut ka në pushtet një qeverisje që është pro-serbe, në Malin e Zi ka në pushtet një qeverisje që është pro-serbe, dhe kështu që me Shqipërinë kemi prish raportet, nuk e pash as një mesazh urimi, as përgëzimi për rezultatin e zgjedhjeve në Shqipëri. E gjithë Evropa uroi zoti Rama për fitoren, ndërsa ne partitë opozitare për zoti Kurti nuk pash që ka bo, edhe pse është Parti Socialiste, po ashtu me të njëjtën familje siç është edhe zoti Rama. Zoti Kurti ka këtë problematikën e vet, unë mendoj që është i tentu me zgjedh një vend në një boshllëk të mbetur në histori, po që s'po përshtatet me asnjë prej, sepse që të zgjesh vend në histori duhet të bësh diçka të veçantë në raport me të tjerët. 4 vite qeverisje dhe ne nuk kemi asnjë rezultat pozitiv. Përkundra asaj, unë nuk du me fajsu zotin Kurti për krejt problemet ekonomike, sepse edhe si pasojë inflacionit, si pasojë luftrave në Ukrainë dhe vendeve tjera. Por megjithatë, shteti ka për detyrë që të merr mosa dhe të mbrojë interesat e qytetarëve të vet. Dhe jo me veprimin e parë të çdo element që po hyn, po analizohet në qeverisë së zotit Kurti, po dalin me afera të mëdha korruptive. Dallimi është se zoti Rama ka pas afera korruptive, por kemi 10 për zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste që janë prapa grilav. Ndërsa në Kosovë, edhe pse janë të akuzuar me akt akuzë nga prokuroria, qëndrojnë në zyrët e ministrave, kryeministrave dhe pozita tjera menaxhuese. Po pse po bëhet kjo në Kosovë, duke ditur që ne kemi një prokurori gjyqësor funksional në Kosovë, të cilët shpeshherë kanë dhënë fjalën e tyre, pavarësisht mënyrës së çastjes së zotrit Kurti gjatë gjithë periudhës sa ishte edhe në fushat, po edhe sa ishte në qeveri. Shka zoti Kurti, nga fakti që nuk i përgjigjet institucioneve kushtetuese, të nuk i çka me diskutu tjetër. Pra, prokurorisë shtetit nuk i përgjigjet, madje kërkoi këtë luftim në kohë fushate. Pastaj, është një qeveri që ka bën 19 herë shkelje të kushtetuesit, të dëshmuar nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Dhe vërtet nuk di çka do të më bëj tjetër që ky qytetari i Kosovës të shoh që kemi probleme serioze. Ka probleme serioze me konceptin e tij. Ta shohim sot si do të reagoj dhe çfarë do të bëj në takim me presidentin e vendit. Do të pasë një qartë se mirë ka bëu presidenti e vendit që ka bëu një ftesë të tillë, por që është jashtë kompetencave të saj. Zoti Kurti do duhej që urgjentisht të merret me problematikën e ndërpresën Gërçit që ka shkaktuar vet, pa pikë nevoje. Ku mund të jetë në emrin e përvetshëm, le të bën marrëveshje politike me cilën do subjekt si përshtatet, por jo të fyë në letër, si është rasti me ftesën që dërgoi Lidhja Demokratike të Kosovës. Për tash për juftoj se ju një kont kësi, pasi se keni hek filonën dhe fistekin, tash ju një matë mirë, populli elektorati ju në dënë me pas me juve, elektorati juve në dënë neve, pra këtu farë filozofinë është politike që mendoj që duhet përfundojnë në klasin e 4-5 shkollës fillore.
Bota e përmende edhe ju që po shkon në një revolucion goxha të madhe, sidomos me ardhjen e Trumpit, ka ndryshuar geopolitika botnore tërësisht. Kemi edhe luftra që kanë nisur së fundi, ndërkaq neve nuk jemi askund. Cilat janë dëmet në rrethin botëror që mund të sjellë mos konstituimi i Kuvendit të Kosovës, duke ditur se fatkeqësisht nuk jemi as në temë diskutimit as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po as edhe në Bashkimin Evropian. Dje kishim vizitën e kryetarit të Këshillit të Evropës dhe thashëm qartë, krijojnë institucionet. Përshkallëzën e situatën e veri dhe mund të flasim për heqjen e mosave. Imagjinone një shtet i cili ka qenë i cili ndërtu mbi të drejtat e njeriut dhe lirin, popullin e lirë, me mbështetjen e krejt botës demokratike, me intervenimin për herë të parë të NATO-s në një forcë si s'ka qenë në një shtet sovran në Kosovë, jemi në sanksionet e Bashkimit Evropian dhe jemi në sanksionet e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Ne kemi që 5 muaj që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë ambasador të fuqiplot në Republikën e Kosovës. Edhe kjo është një sinjal i mjaftueshëm. Prandaj, askush, mendimi im, qofsha i gabum, por askush për faktorët ndërkombëtar nuk i beson Zotit Kurtin e premtimet e dhona. Dhe nuk janë të gatshëm me negocu me ato për probleme, sepse po jo, dhe në fund morim pasoja të cilat janë as të mëdha për qytetarët tonë, veçanërisht kush merret me fondet e Bashkimit Evropian në universitetet e timi, për shembull, ndërprer të gjitha projektet që financohen nga Bashkimi Evropian. Kështu që janë të dëmshme, por që mund të kenë edhe pasoja afatgjate, e veçanërisht për bizneset serioze. Sepse bizneset nuk investojnë në vendet që janë të sankcionuara nga vendet e origjinës. Ose në vendet ku çdo herë potencohet se ka luftë, do të ketë luftë. Shkak të pralla me luftë që Zoti Kurti e ka ngrit, më shumë ka pas të bëjë me një pjesë të njerëzve që kur u kon lufta nuk kanë pas kohë me u bashkangjitë luftës. Dhe tash kur është liru Kosova, ty pa këtu Counter-Strike-at dhe mendojnë që lufta është loje Counter-Strike-it, lufta është tragjedia që mund të ndodhë një populli, kush ka pas fatin me përjetun, ku pas fatin me konë pjesë e saj, lufta është ma keq që mund të ndodhë një vendi. Dhe imagjino çdo ditë ju thuash në televizion njerëzve luft, imagjino se njëta e nona që ka hup fëmijët, ose ai baba ose ai gruaja që është dhënuar, ose ai burri që është trajtuar. Prandaj kjo bëhet për me tërheq vëmendjen pe problemeve serioze të një korrupsioni gallopan që e ka përfshi vendin tonë. I nderuam juve përmendet luftën, ndërkaq që sot është të vazhduar masa e parapërkimit të Thaqit për shkak të një vendimi se thuhet se mund të jetë i rrezikshëm nëse ai lëshohet në arrest shtëpiak. Fatkeqësisht kanë kaluar goxha kohë ku ai po qëndron atje, ndërkaq që ende nuk ka ndonjë vendim definitar për se si do të shkojë ecuria kësaj gjykate, ende nuk po dihet, duke ditur që ka pas edhe shumë persona nga Serbia që kanë shkuar të dëshmojnë atje kundërisht krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po shiko, problemi i dhomave të specializuara të gjykatës në Hag është një problem i padrejt, i cili është themeluar nga institucionet tona, është themeluar nga Parlamenti i Kosovës, i cili për 5 vite, 6 vite nuk ka qenë gjendje ta mbajë asnjë seancë dëgjimore ose të ftojë në përgjithësi, sepse është produkt i Parlamentit të Kosovës. Ajo është një gjykatë e padrejtë, 100% e padrejtë, një gjykatë raciste, e njanshme, e cila trajton vetëm disa elemente të veçanta, apo marrim një shembull thjesht kemi pas raste që kemi dëgjuar në televizion gjatë transmetimit, jashtëzakonisht shumë u shqetësojshin për një ka dhe për një qerë me kuaj që është zhduk, dhe nuk shqetësojshin fare për sot po flasin për masakrën e Mejës ose masakrën e Qyshkut, që ishte dje për kujtimi ose për Poklekët apo dikun tjetër. Nuk u shqetësojshin fare për mbi 20.000 raste të dhënimit, dhe ende kur po flasim ne sot kemi rreth 1.600 persona të zhdukur. Pra, shihet qartë që është një gjykatë e njanshme, është një gjykatë
në plot kuptimin e fjalës rasiste, për shkak se trajton vetëm një kategori të veçantë të njerëz që është ushtria islamtare e Kosovës. Është sponsorizuar nga Serbia dhe Rusia, ajo tashmë është dëshmuar edhe me dokumentacionet të mëhershmes, dhe si e tillë produktet të kësaj gjykate mendoj që do të jenë të dëmshme, dhe unë pres që krerët e ushtrisë islamtare të Kosovës të lirohen të pafajshëm, ashtu siç janë, nëse ka drejtësi, do duhet që ata njerëz të lirohen. Por unë nuk i besoj këtij sistemi të drejtësisë, nuk i besoj kësaj kur nuk jep llogari asgjë popullit të, nuk jep asgjë atyre të cilët kanë themelu. Asnjë llogaridhënie nuk e ka ndaj institucioneve të Republikës Kosovës. Ti përmendet që sponsorizohet, më falni, nga Serbia dhe nga Rusia. Mirë po... Sponsorizohet në kuptimin e dëshmive, fakteve, se financiarisht dihet që në produkti bezë është bashkë. Mirë po... E gjithë kjo procedurë që përshkon, ndërka që kryeministri asnjëherë nuk ka qenë në gjendje as të shkojë të vizitojë ish krerët, po ashtu edhe presidentja. Nuk është që ka bërë një hap më ndryshe kryeministrit me ato deklarata që në rast se ti shkon edhe i nënshkruan ato dokumente e pranon atë gjykatë. Sa është i arsyeshëm ky vendi, ky opinion. Këtu e lojra fjalës të stilit alla kurçe, sepse Ministria e Drejtësisë bashkëpunon në mënyrë të drejtë për drejtë me tribunalin, sepse ka me bo pagesa, s'pagesa. To i nënshkruaj dokumentat si nënshkruaj dokumentat. Unë kam dëgjuar zotin Najt Hasani që ka pas një marrëveshje që të shkohet, por në momentin e fundit Kurti nuk e ka pranu. Unë ku pas fatin që të vizitoj disa herë dhe është tragjedi që njerëz të cilët janë sinonim i lirisë tonë të ndodhen prapa grilave për shkak të tekeve të një shteti vrastar, siç është Serbia. Zoti Kurti nuk mendoj që e ka frikën nga njerëzit që ndodhen brenda në Hagë. Nëse nuk është mirë me fol më tepër në këtë fushë, unë shpresoj dhe besoj që do të lirohen të pafajshëm, sepse për akuzat që të ngarkohen nuk ka asnjë bazë të shohim tash se si do të... Dhe dështimet e veta nuk mund të ja fatorojnë liderëve të ushtrisë islamtare të Kosovës. Du me besu në drejtësi. Zotin Limani, unë të falemderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesë, ndajmë që gjitha këto opinionet sa i përket gjendjes politike në vend, pashtu edhe në lidhje me gjykimin e ish-krerëve të ushtrisë islamtare të Kosovës. Faleminderit për mundësinë, shpresoj që takimi edhe me presidentin të sjellë ndonjë rezultat të mundshëm dhe lus që të bëhem edhe njëherë gjithë bashkë që të ndalim këtë stërkeqje të sistemit politik të vendit. Faleminderit shumë edhe njëherë. I të ndërruar shikues, ne do të kthehemi pas pak. Është bërë refuzim propozimi nga gjykata themelore e Prishtinës që është bërë nga grupi aktivistëve asnjë cent më shumë për shkak të shtrejtimit të energjisë elektrike në vend. Për mua, për të folur për këtë çështje me mua në lidhje direkte, është Ardian Bajraktari, avokat, i cili e ka bërë vetë padin. Ardian, faleminderit shumë që pranova që t'jesh pjesë e Infodesë. Nësi faleminderit dhe juve, përshëndetje dhe për juve dhe për shikuesit e televizionit tuaj. Adrian, pas këtij refuzim të propozimit, çka pritet nga juve si avokat? A do të inicioni çështjen tek gjykata e apelit, a do të merrni hapa të më të tjeshëm në lidhje të iniciimit deri në fund të këtij rasti? Po, natyrisht ne dy ditë pas publikimit të vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për shtrejtimin e energjisë elektrike për gjithë qytetarët e vendit për 16.1%, me datë 2 maj kemi paraqit padinë në gjykatë themelore të Prishtinës, ku kemi kërkuar anulimin e vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë, për faktin se besojmë dhe jemi të bindur që i njëjti është marrë me shkelje të shumta ligjore. Krahas padisë, natyrisht kemi paraqitur edhe propozimin për sigurimin e padisë, që kanë nënkupton kjo që kemi kërkuar shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të zyrës së rregullatorit deri në vendosjen përfundimtare nga ana e gjykatës në lidhje me këtë çështje. Kjo mos, në referencë të nivelit 99 dhe 100 të ligjit për konflikt administrativ, duhet të shqyrtohet pranë një afati sa më të shkurt për ka qenë në 7 ditë nga momenti i dorëzimit të njëjtës, dhe ne me datë 13 maj para 2 ditësh e kemi pranuar vendimin pas dite,
cilin sipas të cilit gjykata e refuzon masë, përkatësisht propozimin për masë të sigurimit të padisë, por jo për padin në themel. Pra është mirë me sharu këtë për shikoshit tuaj, sepse kemi të bëjmë vetëm për sa i përket çështjes së masës, nga se ne kemi kërkuar që deri të vendosë gjykata mos me u zbatu vendimi i zyres së rregullatorit të energjisë. Le të theksohet që ligji neni 100 i përcakton dy kushte themelore, të cilat duhet të plotësohen për të aprovuar një propozim të tillë. E para, që një vendim i tillë është ju shkakton dëme vështirë të riparueshme palëve në rrjet të kësaj qytetarëve të vendit, dhe se aprovimi i një propozimi të tillë nuk është kundër interesit publik. Ne me rastin e dorëzimit të padisë kemi dorëzuar në bindjen tonë prova përmes të cilave argumentohet që këto kushte plotësohen. Megjithatë, për gjykatën themelore, gjykatën e shkallës së parë, këto nuk janë vlerësuar prova të mjaftueshme për ta marrë një vendim të tillë. Dhe në rrjet të kësaj ne kemi pranuar vendimin dhe të ditën e nesërme, ditën pasuese, pra dje pas dite, unë e kam dorëzuar ankesën në gjykatën e apelit, përmes të cilës vlerësojmë dhe kemi argumentuar edhe me argumente shtesë se dëmi vështirë i parueshëm për qytetarët tashmë vetëm ka filluar të ndjehet për faktin se kemi përveç shtretimit të rrymës kemi edhe një varg shtretimesh në formë zinxhirore, të cilat natyrisht që për pjesën ndërmuese të qytetarëve të vendit këto çmime janë jashtëzakonisht të larta dhe të papërballueshme. Për rrjet të kësaj, po ashtu para 2 ditë në datë 13 kemi edhe publikimin e indeksit të ri të çmimeve nga ana e Agjencisë Statistikave të Kosovës, sipas të cilave kemi një rritje prej 3% në nivel të përgjithshëm, por natyrisht disa prej produkteve bazë ka edhe rritje më të lartë, çka nënkupton që përmbushet kushti ose elementi i parë përmes të cilit qytetarëve të vendit ju bëhet dëm vështirë i riparueshëm, për faktin se ekonomistët, profesionistët e fushës e thonë që si rregull njerë kur rritin çmimit, probabiliteti ose mundësia që të njëjtët ta kthehen ku kanë qenë, natyrisht që është thuajse e pamundur. Për më tepër, për të argumentuar edhe pikpamjen e dytë, për sa i përket çështjes së fakti që nuk kemi të bëjmë me rrezikim të aspektit të interesit të përgjithshëm, jemi siguruar dhe kemi marrur edhe çmimin në bursën ndërkombëtare të energjisë, ku vret se kemi një trend stabil të çmimit, nuk ka trend të rritjes. Për më tepër, në fazën të cilën aktualisht jemi dhe na pret para nesh, nënkupton ulje të nivelit të konsumit, rrjedhimisht edhe ulje të nevojës për furnizim e energjisë, çka nënkupton që plotësohet edhe kushti i dytë që një aprovim i një mase të tillë nuk është në dëm të interesit, mirë po shkon në funksion të interesit publik. Të gjitha këto i kemi paraqit në ankesë dhe dje kemi dorëzuar në gjykatën e apelit dhe ne jemi optimist që e njëjta do t'i marrë në konsiderat, do t'a vënë në theks interesin e qytetarëve në radhë të parë dhe një vendim i marrë nga gjykata e shkallës së parë në bindjen tonë i parashikuar mjaftueshëm dhe me supozime ta rrëzoj si të tillë dhe vetëmisht ta aprovoj propozimin tonë që nënkupton që ta shtyjë ekzekutimin e vendimit të zyrës së rregullatorit deri në vendosin përfundimtar nga ana e gjykatës për sa i përket çështjes së padisë. Ndërruma, pretni juve që do të ketë një vendim, meqense juve vetë se do të dorëzoni edhe në gjykatën e apelit, a mendoni se do të ketë një vendim të drejtë sa i përket kësaj çështje dhe do të anulohet që të mos ketë mirë shtritim të rrymës elektrike? Në fakt, vlen theksohet që ankesën vetë e kam dorëzuar dje, pavarësisht faktit që kemi pas fat 7 ditë nga momenti i pranimit të njëjtës, bazuar në rëndësinë që ka ky proces, bazuar në interesin e publikut dhe interesimin, unë dje pas dite e kam dorëzuar në gjykatën e apelit, krahas provave dhe argumenteve të cilat i kemi paraqit që me rastin e dorëzimit të padisë, kemi paraqit edhe këto prova dhe argumente shtesë, konstatimin e ekspertëve të fushës së ekonomisë për dëmet që i shkaktohen qytetarëve të vendit në formë zinxhirore, pastaj publikimin e fundit të Agjencisë së Statistikave i cili është publikuar pasi që e kemi dorëzuar ne padin, dhe edhe argumentet dhe provat që i kemi dorëzuar me rastin e dorëzimit të padisë përkatësisht masës, por edhe këto me rastin e dorëzimit të ankesës, unë besoj dhe jam optimist që janë të prova të mjaftueshme të bollshme për ta bindur gjykatën e apelit se një masë e tillë është shumë e nevojshme, shumë e domosdoshme dhe ndal një shkaktim të një pasojë e vështirë të riparueshme. Për më tepër, edhe në propozim, por edhe në ankesë jemi për kujdes që ta argumentojmë edhe në linjë me praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat të njerëzit,
praktike cila sipas kushtetutës sonë është e aplikueshme drejt për drejt në vendin tonë. Prandaj ne jemi optimist që një vendim të tillë të gjykatës themelore të bazuar në hipoteza të paqëndrueshme në vendin tonë do ta anulojë gjykata e apelit dhe rrjedhimi do ta aprovojë propozimin tonë. Zoti Ariani, jemi në kohën kur nuk kemi konstituim të Kuvendit të Kosovës, ndërkaq që një vendim i tillë i marrë nga zyra e rregullatorit të energjisë elektrike do të shkaktojë dëm edhe me të dukshme gjatë të dimrit, sigurisht, kur njerëzit do të ndjejnë edhe me tepër nevojën për në energji elektrike. Juve si avokat jeni në takim të përditshëm me aktivistët e asnjë cent më shumë. A besoni që do të ndikojë edhe më keq në gjendjen e qytetarëve ky shtetimi i energjisë elektrike në kohën kur nuk kemi as konstituim të Kuvendit të Kosovës, fatkeqësisht as sot edhe sot dështoi konstituimi i Kuvendit të Kosovës? Natyrisht mos konstituimi i Kuvendit të Kosovës është një gjë jashtëzakonisht e keqe dhe në vinin time tashmë ka arritur edhe në shkallën e heretimit për qytetarët e vendit. Sa herë bën tentativa për konstituim dhe mos reflektimi i subjekteve politike dhe përfaqësuara në Kuvend, natyrisht është për shqetësim. Në këtë drejtim unë kam qenë në vazhdimsi në kontakt me dëmtë që kanë organizuar aktivitete përkitazi me kundërshtimin e këtij procesi të dëmshëm. Me sa jam ndjenjë apo presim konstituimin e Kuvendit, kam pas kontakte dhe vazhdojmë me qenë në kontakte vazhdueshme me përfaqësues të ndryshëm, qoftë komuniteti e biznesit, qoftë me thekë veçantë të zgjedhurve të popullit, në mënyrë që ata janë adresa e vetme kur duhet ta mbajnë përgjegjës dhe llogaridhanës autoritetin që ka marrë një vendim të tillë këta zyre në rregullatorit e energjisë. Por në këtë drejtim natyrisht që pres reflektim edhe nga qeveria e ardhshme, sepse kjo fundit në bindjen tonë ka qenë jashtëzakonisht indiferente për lidhje me këtë çështje dhe në një formë ka lënë qytetarët të vetëm në drejtim të bartjes së barrës së përgjegjësisë për këtë çështje. Ne jemi jashtëzakonisht të vëmendshëm se furnizimi me energji elektrike mund të jetë jashtëzakonisht sfiduese edhe tash edhe në të ardhmen. Mirë, megjithatë vlerësoj që qeveria nuk duhet me qëndru spektatore në këtë drejtim, duhet me u dalë në mbrojtje e qytetarëve, në mbrojtje e interesit të qytetarëve dhe në rrjet të kësaj duhet të ndërmarrë çfarëdo veprimi në drejtim të tejkalimit të kësaj situate. Po ashtu vlen teksohet gjatë fazës së përgatitjes së partisë dhe gjitha aktiviteteve që kanë karakterizuar këtë proces. Unë kam pas kontakte dhe komunikime të vazhdueshme me ekspertë të fushave qoftë energjisë, qoftë ekonomisë, dhe ata janë jashtëzakonisht të bindur që një proces që është udhëhequr nga ana e rregullatorit të energjisë ka qenë jashtëzakonisht jo i mirë, prandaj ne kemi kërkuar anulimin e tij, kthimin e pikën 0, hapjen e një procesi të mirëfillt konsultimeve për fshirjen e gjithë aktorëve relevant për me ardhur deri te një vendim i cili natyrisht që do ta marrë në konsiderat interesin e qytetarëve në radhë të parë në mënyrë që mos jetë barë e papërballueshme për qytetarët e vendit. Inderum, po flasim edhe për një çështje tjetër që nuk ka të bëjmë në lidhje me shtetimin e energjisë elektrike, po flasim për gjykimin që po bëhet i shkrerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ku sot zyra e prokurorit të specializuar të Hagës ka kërkuar vazhdimin e paraburgimit për ish presidentin Hashim Thaçi në çështjen ku akuzohet për pengim të administrimit të drejtësisë në bashkëpunim me disa bashkëpunëtorë të cilat gjykata speciale i ka identifikuar. Kërkesa që është parashkruar me 14 maj, sot ju është kthyer përgjigjja sa për këtë kërkesës, duke thënë se është i rrezikuar që të arratiset. Sa besoni juve që është i rrezikuar që të arratiset ish presidenti i vendit? Absolutisht është një pretendim i paqëndrueshëm. Vazhdimi i qëndrimit në masën e paraburgimit, edhe i zotit Thaçi edhe i të tjerëve, në bindjen time është jashtëzakonisht i paqëndrueshëm në pikpamje ligjore, është një abuzim, është një shkelje flagrante të drejtave është në kundërshtim me vetë ligjin edhe me praktikën e gjykatës europiane, nga se kjo e fundit, e cila siç dihet është instrumenti i zbatueshëm direkt edhe në institucionet tona të drejtësisë, përfshirë edhe gjykatën speciale, përcakton në mënyrë taksative dhe të qartë se masa e paraburgimit është masa më ashpër për sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurë dhe rrjedhimisht mund të duhet të shqiptohet vetëm atëherë kur masat e tjera alternative nuk kanë efekt në drejtim të qoftë të zhvillimit të suksesshëm në procedurë, ndikimin e provën e dëshmitar e mundësinë e arratisjes. Natyrisht është e pa kuptueshme, pa kapshme fakti që ti atribuohet një epitet e tillë mundësia e arratisjes për faktin se edhe zoti Thaçi, edhe zoti Veseli dhe gjithë të tjerët ka qenë jashtëzakonisht
bashkëpunues në gjitha fazat, gjitha etapat e procesit, madje disa prej tyre edhe para themelimit të gjykatës dhe prej fillimit të procesit dhe gjatë gjithë këtij procesi të së gjatur të karakterizuar me shkelje të shumta ligjore. Prandaj vlerësoj që një qëndrim i tillë është absolutisht i paqëndrueshëm, mirë po është fat i keq që mundësia e apelimit përtej mekanizmave të kësaj gjykate është e pamundur. Prandaj ato kam përshtypjen që gjykata në shumicën e herave është vetëm vërtetuesi pretendimeve të prokurorisë, për çka në bindjen time ka vënë në dyshim parimin e trajtimit të barabartësisë së palëve si njëri prej parimeve fundamentale të drejtësisë. U cilësua si njëri i rrezikshëm që mund të arratisë, ndërkaq që ish presidenti është dorëzuar vetë këtyre institucioneve të Hagës, duke ditur se edhe gjithmonë ka pasur konsideraca i përket formimit të këtij institucioni gjykues për ta. Pse po i bëhet kjo cilësim zotëri Thaqit, duke ditur që asnjëherë nuk ka ndodhur që të ketë ndonjë incident të rrezikshëm që mund ta karakterizonte këtë person? Absolutisht janë pretendime, si që thashtë, paqëndrueshme. Që nga akuza që është ngritur, kjo akuza e re për pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare. E kam thënë që në krye të rastënimi 401 kodit penal e përcakton në mënyrë të qartë taksative veprimet që i atribuohen kësaj vepre, që nënkupton pengimin në çfarëdo forme i personit, qoftë me trysnime, presion, me shantazhe, formave të tjera që duhet të ndërmerren nga ana personit për më kry, për më pas elemente të kësaj vepre. E një person i cili për 4 vite sa është në masën e paraburgimit të atribuohen këto epitete të kësaj vepre, natyrisht që është në bindjen time e pakuptimtë, e papranueshme dhe një rast i paprecedent në sistemin e drejtësisë, por është një tentativë për ta justifikuar mos punën, mos përgatitjen profesionale si të dhomave të kësaj gjykate, e veçmas të angazhimeve paraprakës si të mekanizmave të UNMIK-ut edhe të ULEK, të cilat kanë dështuar në mos konsiderueshme. Prandaj i shkruar të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, e kam thënë edhe në shkrim timin personal për sa i përket kësaj çështje, në bindjen time janë paragjykuar që nga fillimi i procesit, edhe kjo po rezulton me vendime shabdone të marrura nga ana e gjykatës për sa i përket vetëm çështjes së vazhdimit të paraburgimit. Imagjinojeni situatën edhe për të tjerët, deri në këtë fazë të procedurës, arshyetimet kryesore kanë qenë që pa mundësia ose mos me pas mundësi me ndiku në prova përkatësisht dëshmitar. Imagjinojeni situatën pas fillimit të prillit, ka përfunduar së dëgjuari lista e dëshmitarëve, edhe ata vazhdojnë akoma të qëndrojnë në masën e paraburgimit. Kjo është një dëshmi e qartë që ata po përsekutohen nga ana e kësaj gjykate dhe në bindjen time janë të paqëndrueshme gjitha pretendimet me theks veçantë për sa i përket vazhdimit të masës së paraburgimit. Së paku nga fillimi i prillit për asnjërin prej tyre nuk ekzistojnë arsye të justifikueshme ligjore që të njëjtit të qëndrojnë. Ata kanë qenë jashtëzakonisht bashkëpunues me gjykatën, ata kanë qenë shumë korrekt në drejtim të zbatimit të gjitha kërkesave, urdhrave, pavarësisht se ndonjëherë kanë qenë të diskutueshëm. Ata ju kanë vinë çdo herë urdhrave të gjykatës, prandaj nuk ekzistojnë shkaqe ligjore për vazhdimin e masës së paraburgimit, mirë po fatkeqësisht ata po ballafaqohen me një proces të jetë të padrejtë. Ne kemi pa që shpeshari është shkelur të drejtat elementare, madje edhe për t'i takuar familjarët atje, ndërkaq që nuk ka reagime nga ana e institucioneve vendore për të gjithë ecurinë që po ndodhet atje, meqense se janë të formuara vetë nga shteti jonë. Është pa kuptim. Kemi pasur pas herë ndonjë letër, ndonjë shkresë sa për të thënë që po bëjnë diçka, ndërsa në bindjen time kanë dështuar në drejtim të përmbushjes së elementeve esenciale, për faktin se besoj që e kemi thënë edhe bashkërisht në studio me juve. Ata janë ballafaqohen edhe me çështjet të mungesës e mjeteve të mjaftueshme financiare për të siguruar një mbrojtje kualitative, e lërë më aspekte të tjera, mirë po megjithatë është një sfidë me cilën ata po ballafaqohen dhe unë jam optimist që përkundër gjitha këtyre proceseve, në bazën e asaj që kemi pa natyrisht unë jam optimist që fundi i procesit do të rezultojë me rikonfirmimin e pastërtisë së tyre dhe të luftës, sepse kemi pasur procese që kanë dëshmuar një gjatë tillë dhe unë jam optimist që edhe fundi i këtij procesi, pavarësisht që i padrejt, pavarësisht që me shkelje të shumta, vetëm pastërtia e tyre dhe lirimi i tyre do të jetë triumf i drejtësisë kosovare, i drejtësisë në përgjithësi, por edhe i qytetarëve të vendit, i të kaluar son, më të lavdishme, i të tashmes, por edhe i të ardhmes, sepse
ata nuk ballafaqohen me këto akuza në kapacitete individuale, mirë po si i shkrerë të ushtrisë ligjëtare të Kosovës, e ushtri e cila natyrisht me popullin dhe me natën ka rezultuar me shqetësimin e këtij vendi. Ja, zotri Bajraktari, unë falenderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesa dhe të ndajmë të gjitha këto informacione qofte edhe për shtrejtimin e energjisë elektrike dhe padin që juve keni bërë, qofte edhe për gjykatën speciale. Kënaqësi për herë, përshëndetje dhe ju, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Me mua në lidhje direkte pra ishte Ardian Bajraktari, avokat, i cili është edhe mik i emisionit Infodesa, e neve të nderuar shikues të Infodesa të përmbyllim edhe këtë emision e deri në edicionin e ardhshëm. Mirupafshim.